Unë jam Valdet Bajraktari, si që shihni, jam prodhuesi i këpurdhave, njëkohësisht jam edhe fermer, prodhojmë ose rrisim pemë perime, ma shumë merr me perime, natyrë, po këtu jam prodhues edhe i këpurdhave, se këtë punë e bojmë diku një kohë në 70 vjetë që e bojmë. Me treg jena mirë, shesmi sasi mjaftueshme, sheshmi qatë sasi që kërkohet në treg, ma shumë nuk mujna me shit, po qaja sasi që kërkohet, me gjithë në Kosovë halak purdha nuk është që me thonë nuk hin në atë menyn që me përdor shumë, po qatë sa lypet qatë që prodhojmë. Purdha është shumë e mirë për shëndetin, i shëron disa llojet e kancerit, shëron edhe smundje tjera, po edhe disa llojet e kancerit i shëron kjo purdhë. Mundimshme është se neve na duhet dikun për afërsisht 8 javë ditë derisa dalim në prodhim, domethënë qysh pesheni që tash qysh po doket bukur. Për njerëz për me pa kjo doket bukur, por për neve është një vështirësi jashtëzakonisht e madhe, se duhet me kalu disa faza proceseve të ndryshme, që duhet më ngrit me temperatura, duhet me zbrit me temperatura, punë të ndryshme për me ardhur deri te kjo ku po shihet kështu. Ne prodhojmë gjithë vitin, prodhojmë 12 muaj të vitit, nuk e kemi problem me temperaturat e ulta dimit absolutisht. Në këtë vjelën punojnë zakonisht 6 veta, 7 veta, po për arsye që nuk kanë dalë akoma për vjelje, ju keni ardhur pak më herët se me ardhur. Do me thonë veç për demonstrojmë se qysh bëhet vjelja. Normali heqmi këto të mëdhajat, e lirojmë rrugën të tjera që për më rritë më shpejt, edhe kështu shkojnë dorë pas dore. Është një këpurdhë jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e shishme, edhe kërkohet për trajtimin, kërkohet shumë që sa pastër është. Nuk trajtohet me barna të ndryshme ose preparate, është vetë qysh del për këtojt. Të njësë. E kanë mullinin edhe punojnë me do me thonë mjedhën